Çka u dëshmu aty është nga 111 deputet, se aqën loj, 9 listës sërbe nuk janë opcion për askënd, nga 111, spaku 54, ndoshta 55 u deklarun që nuk votojnë dhe nuk janë pjesë asë një shumicë, kështu që prapë zotit Kurti maksimumin e ka ato 56, ndoshta edhe 57, po s'besoj as 57 që mundet me i bo, për vete as për këtë tjetër. S'do tjetë kjo gjendje, po do ta krijojmë qeverinë e re pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosje. Zotit Kurti na i ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulime, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po i kërkon edhe disa ditë. Ai në mënyrë kundërligjshme sipas Gjykatës Supreme është duke vazhduar që të jetë në zyrën e kryeministit të Kosovës dhe duke marrë vendime të cilat nuk janë pajtim me ligjin, duke përfshi edhe miratimin e buxhetit apo projekt buxhetit të sotëm, dhe konsideroj se vetëm zgjatja e kësaj situate është arsyeja themelore, sepse është e qartë që as nëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bo shumicën.